Shqipëria në zi për Papa Franceskun, flamujt në institucione ullën në gjysmë shtiz, Partia Socialiste anulloi aktivitetet, opozita vijon takimet elektorale. Përfshihet në aksident autobusi klubit të Skënderbeu dhe 2 mjetet të tjera, vajzat e ekipit të volejbollit udhëtonin drejt Tiranës, lëndohen lehtë shoferët. Surprizat dhe bevasit nuk kanë fund në fermën Vi, 5 konkurrentë shkojnë në televotim, publiku vendos se cili prej tyre do të eliminohet mbrëmjen e të hënës. Mbrëma zonja dhe zotrin, do t'jemi së bashku në edicionin qendror të lajmeve këtu në ekranin e televizionit kombëtar Vision Plus. Flamujt në institucionet shtetërore janë ullur në gjysmë shtiz pasi Shqipëria është në zi për Papa Franceskun. Për të nderuar ratin e shenjtë, Partia Socialiste e ka anulluar aktivitetet politike, ndërkohë në kambin opozitar vijojnë takimet e fushatës elektorale. Në nderim të Papa Franceskut, Shqipëria shpalli këtë të shtunë ditëzie kombëtare, ndërsa në të gjitha institucionet flamujt u ulën në gjysmë shtiz. Kryesocialisti Edi Rama i dedikoi një postim në rrjetet sociale atit të shenjtë, ndërsa e shoqëroi në një video në kujtim të tij. Mirëmëngjesi dhe duke nderuar në këtë ditëzie kombëtare, jo vetëm një pap të jashtëzakonshëm, por edhe një mik të jashtëzakonshëm të Shqipërisë, Franceskun, atin e shenjtë, ju uroj të gjithëve një të shtunë të qetë me familjet tuaja. Partia Socialiste zhvendosi edhe agjendën e saj elektorale duke shtyrë të gjitha takimet që kishte parashikuar për të zhvilluar në qarkun e Fierit. Kreu i PD-s, Sali Berisha, një ditë më parë tha se do të vijojë fushatën, por në nisje të secilit takim do të mbahet 1 minutë heshtje dhe nuk do të ketë muzikë. Në ceremoninë mortore të Papa Franceskut, mes figurave më të larta nga Shqipëria, morën pjesë presidenti Bajram Begaj, ministri i jashtëm Migli Hasani, ministri Hadea Pirdenji, ambasadorja e Shqipërisë në Vatikan Majlinda Frangaj, si dhe krerët e komuniteteve fetare, kreu i Kishës Katolike Arjan Dodaj, kreu i komunitetit musliman Bujar Spahiu, kryegjyshi i Bektashinve Haxhi Ded Edmond Brahimaj dhe kryepeshkopi i Kishës Ortodokse Imzot Joan Pelushi. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha bisedoi me banorët të Laprakës, të cilëve u kërkoi votën për kandidatët e Aleancës së Shqipërisë Madhështore. Lideri i opozitës premtoi legalizimin e çdo banese, si dhe dëmshpërblim për ata që janë prekur nga prishja e shtëpive. Me ardhjen në pushtet të Partisë Demokratike pas 11 majit, Sali Berisha premton legalizimin e çdo banese në zonën e Laprakës. Jam këtu për të zotuar para jush se në mënyrë absolute asnjë banesë e juaja nuk do të preket dhe se do të ketë legalizim të plot, total dhe pastaj urbanizim. Edhe atyre të cilët ja u kanë prish, nuk harrojnë betejat tuaja për shtëpitë tuaja. Nuk i harrojnë ndonjëherë. Edhe ata do të dëmshpërblehen. Gjatë takimit elektoral me banorët e Laprakës, Berisha e akuzoi kryeministrin Edi Rama se përmes paqes fiskale që prezantoi për bizneset, synon të favorizojë botën e krimit. Paqja e tij fiskale është amnistia, është parajsa për botën e krimit, është ndëshkim për ju qytetar të dashur. Ky 2 vite më parë filloi reklamoj më të madhe amnistin fiskale, ku nuk kishte asnjë syrim tjetër, veç se të sillte paratë e drogës, të klaneve mafioze, të vinë në Shqipëri. Tani, thot paqë fiskale, a i vetë është në paqë dhe në bashkëpunim të ngushtë me to. Sali Berisha përsëriti se nëse bëhet kryeministër, do të falë çdo gjop të vendosur për qytetarët dhe se për familjet e bizneset do të ulë çmimin e ujit dhe të energjisë elektrike. Kryesocialisti Edi Rama ka zhvilluar një takim me dyert të mbyllura me kandidatët për deputet të qarkut të Tiranës mesditën e kësaj të shtune. Burime për Vision Plus bëjnë me dije se kryesocialisti ka lënë disa porosi për të vetët. Rama ka kërkuar më shumë angazhim në terren, duke fokusuar punën te numri 5 dhe jo te kërkesa për vota personale për të shpangur konfliktet në terren. Një tjetër porosi e kryesocialistit lidhet me përkushtimin ndaj votës së diasporës pas problematikave që ka pasur me shpërndarjen e postës me fletët e votimit.
Përshëndetje të gjithëve. Është kënaqësi që meritojnë të kenë. Agjentët e Byros Kombëtare të Hetimit dhe prokurorët të SPAK kanë zbërkuar në qytetin e Elbasanit. Burimet bëjnë me dije se bëhet fjalë për monitorimin e fushatës elektorale. Qarku i Elbasanit duket se do të jetë një nga më të monitoruarit ndër 12 qarqet e Shqipërisë në këtë proces zgjedhor. Grupi i monitorimit i kryesuar nga prokurori Olsi Dado është duke ndjekur në terren korale të gjitha zhvillimet që lidhet me procesin dhe hetuesit dhe janë duke punuar me pajisje me teknologji të avancuar që dokumentojnë çdo shkelje. BKH dhe SPAK janë duke monitoruar përdorimin e burimeve publike, abuzimin me administratën, qarkullimin e parave të pista dhe ndikimin e krimit të organizuar. Kjo për të parandaluar çdo tentativë për blerje votash. Autobusi i klubit të Skënderbeut, në të cilin udhëtonte ekipi vajzave në volejboll, u përfshi në një aksident bashkë me 2 makina, përplasja shkaktoi vetëm dëmtime të lehta të drejtuesve të mjeteve. Aksidenti detyroi Federatën e Volejbollit të anullonte ndeshjen mes Korçarëve dhe vajzave të kryeqytetit. Volejbollistët e klubit sportiv Skënderbeu u aksidentuan teksa po udhëtonin drejt Tiranës për të luajtur ndeshjen e dytë finale. Përplasja ndodhi në qafthan afërsi të ujit të ftohtë. Burime pranë vendit të ngjarjes bën me dije se njëri nga mjetet ka kryer një manovër të gabuar, duke sjellë përplasjen e trafisht. Nga aksidenti mbeten të lënduara lehtë drejtuesit e mjeteve, ndërsa nuk raportohen pasoja të tjera. Në këtë situatë, drejtuesit e klubit i kanë kërkuar Federatës Shqiptare të Volejbollit të shtyjë ndeshjen për një datë tjetër, gjë që u mor parasysh. Ndërkohë, gjatë mesditës së të shtunës, një furgon pasagjerësh u përmbys në aksin Fier-Levan. Në furgon ndodhej vetëm drejtuesi, i cili dyshohet se ka humbur kontrollin e mjetit për shkak të lagështirës në rrugë. Ai u transportuar në Spitalin Rajonal të Fierit, jashtë rrezikut për jetën. Fëmijët e të rinjt janë gjithnjë më larg aktivitetit fizik pasi pjesën më të madhe të kohës së tyre zë qëndrimi në pajisje teknologjike. Specialistët japin alarmin për problemet që po shfaqen tek adoleshentët që lidhen veçanërisht me deformimet e shpinës. Jeta sedentare dhe përdorimi i tepruar i teknologjisë kanë reduktuar ndjeshëm lëvizjen dhe përfshirën aktivitete fizike sidomos tek të rinjt. Si pasojë, një numër gjithnjë në rritje i tyre po përballet me një sër probleme shëndetësore. Shkakton dobësitë masës muskulare dhe kjo pastaj referohet me probleme të ndryshme si problemet e qafës, postura e gabuar, probleme me dhimbjet e mesit, probleme me artikulacionet, dhimbje e gjunjëve, dhimbje e shpatullave. Aktiviteti fizik si fillim përveç problemeve muskulare që i parandalon duke qenë se në moment që ne kryejmë aktivitet fizik, muskujt zhvillohen dhe rrisin masën dhe forcën e tyre, ka një ndikim shumë pozitiv edhe në sistemin kardiovaskular, pra sistemin qarkullimit gjakut, në sistemin respirator, sistemi i frymarrjes. Gjithashtu ulet dhe nivelin e stresit dhe shmang një sër sëmundjesh të tjera që janë metabolike. Problemet e shpinës janë rritur ndjeshëm edhe te grupmoshat e reja, për shkak të shëndrimit me orë të zgjatura para telefonit apo kompjuterit. Ne kemi dhe adoleshentë që vuajnë nga dhimbjet e shpinës. Më përpara ky nuk ka qenë një grup moshe e cila shfaqte këto probleme, por me sa duket jeta sedentare, përdorimi i tepërt i aparateve celulare, qëndrimi në shtëpi për orë gjata pa bërë asnjë lloj lëvizje, ka shkaktuar që edhe të rinjt të kenë probleme të tilla. Globalisht, sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, 1 në 4 të rritur nuk kryen aktivitet fizik. Ndaj për të pasur një jetë të shëndetshme, rekomandohet që të rinjt të kryen mesatarisht 60 minuta aktivitet fizik mesatar deri të fuqishëm në ditë. Sezoni plazhit nuk ka nisur ende, por kjo nuk i ka penguar turistët të frekuentojnë Bregdetin në Durrësit. Operatorët thonë se hotelet tashmë kanë prenotime nga të huaj gjatë gjithë vitit. Në qytetin e Durrësit nuk ka më një datë që njofton nisjen e sezonit turistik, pasi qyteti është i frekuentuar nga turistë të shumt në të gjithë muajt e vitit. Edhe në këtë periudhë kur temperaturat janë rritur duke krijuar kushtet për frekuentimin e plazheve, shihen turistë që kanë nisur të shijojnë rrezet e diellit dhe ujin e freskët. Kemi ardhur për pushime në Durrës, mendojmë se është çdo gjë mirë, vetëm se prisni më shumë diell dhe mot më të ngrohtë. Ne jemi nga Islanda dhe vim për herë të parë. Do të shkojmë për të parë amfiteatrin, xhamin Fatih dhe plazhin. Kemi ardhur të kalojmë vetëm pak ditë pushime.
It's the first time I'm here. Jam nga Finlanda dhe vi për herë të parë në vendin tuaj. Unë gjithashtu jap mësim në universitet në Finland për zhvillimin e turizmit dhe është mbretëlënse të shoh se si po zhvillohet turizmi këtu. Mendoj se njerëzit janë mjaft miqësor dhe shumica flasin anglisht, por edhe ata që nuk din mundohen të gjejnë mënyra të tjera komunikimi. Eduard Xhepa, kryetari i shoqatës së turizmit në Durrës, thotë se aktualisht kemi një sezon më të gjatë turistik dhe këtë vit ka nisur që në muajin prill. Themi që kemi prenoktime, kemi lëvizje të turistëve nga gjithë bota dhe, si më thënë, turizmi po shkon drejt asaj që ka qenë edhe kërkesa jona dhe dëshire të gjithë industrisë turizmit që të zgjatet sezoni turistik. Në lidhje me përgatitjet për sezonin turistik, Xhepa thotë se ato kanë filluar më herët. Këtë vit, para përgatitjet për sezonin turistik kanë filluar shumë herët, sepse të gjithë strukturat turistike duhet, sipas kërkesave dhe prenotimeve, duhet të ishin gati në muajin prill, kështu që themi që edhe ne, edhe pushteti vendor, populon me ritme të shpejta për të rregulluar infrastrukturën e qytetit. Për sa i takon çmimeve, operatorët e hoteleri turizmit thonë se nuk janë bërë rritjet e tyre duke i lënë ato në nivelin e vitit të kaluar, pasi konsiderohen kështu mjaft konkurruese krahasuar me vendet e rajonit. Edhe juglindja e vendit është ndruar në destinacion të rëndësishëm për turistët ku dominojnë francezët dhe gjermanët, ata shprehen të impresionuar nga bukuritë e natyrës, trashëgimia historike e kulinaria e pasur. Edhe këtë vit, Korça mbetet qyteti më i kërkuar nga turistët e huaj, kryesisht nga Europa perëndimore. Në rrugët e Korçës është bërë e zakonshme prania e turistëve gjerman dhe francez, të cilët shprehen se ky qytet është pjesë e lëvizjeve të tyre në Shqipëri. Ishim nëpër Shqipëri, erdhëm edhe në Korçë. Natyra, njerëzit dhe çmimet janë të mrekullueshme. Rrugicat e vjetra janë mahnitse. Hera e parë në Shqipëri, po kënaqemi shumë. Na zuri shiu, por qyteti është i zbukuruar. Vim nga Gjermania, hera e parë në Shqipëri. Kohë e keqe, por gjithsesi u kënaqem me lëvizjet në qytet. Pazari i vjetër qenë ka shumë i bukur, shqiptarët shumë mikpritës. Kjo është një familje franceze e cila për herë të parë është në Korçë. Jemi një familje nga Franca, vendosëm të udhëtojmë në përbot. Erdhëm në Shqipëri, ku natyra është shumë e bukur, ishim në liçenin e Prespës, tani jemi këtu në Korçë. Pazari, kisha, ushqimet, muze plot, qytet turistik i mrekullueshëm. Më pëlqen Shqipëria. Sot do të vizitojmë fabrikën e birës dhe jam i sigurt që do të rikthehemi përsëri. Operatorët turistik bëjnë me dije se këtë vit kanë rezervime 10% më shumë me turistë huaj se një vit më parë. Ferma VIP është kthyer tashmë në shoqëruese në mbrëmjeve çdo të hënte të premte duke mbërthyer publikun pas ekranit të Vision Plus. Pas sfidës së Agait, 5 konkurrent kanë shkuar në televotim dhe njëri prej tyre do të eliminohet në spektaklin e të hënës. E paparashikueshme, plot emocione, debate të forta, formula të reja dhe sfida ishte mbrëmja e 8 e Ferma VIP 2. Moderatorja Luana Vjollca mbajti ritmin e spektaklit, ndërsa opinionistët Castro Zizo dhe Zhaku ofruan analizat të thelluara mbi ngjarjet e zhvilluara këtë javë në Ferm. Debati, rivaliteti dhe raportet e krijuara ishin në qendër të vëmendjes. E tillë është edhe marrëdhënia e Limit me Albën që ka krijuar përçarje mes fermerëve. Konkurrentët, pas një darke që nuk shkoi sipas parashikimeve të tyre, duket se ka krijuar jo pa konfuzim te pjesa tjetër, teksa u mbyll me një propozim të Limit. A pranon ti të jesh dashura ime? Elinara, gjatë këtyre ditëve ka patur ditëlindjen. Ndaj, ajo u surprizua përmes një video mesazhi nga motra e saj. Dielli po agonte kur u dëgjuan të qarat e një fëmije. Erdhi në jetë motra jone e vogël Elinara. Teksa fermerja ndodhej në Plevic, vajza e saj e priste në arenë. Moment ky që veç emocioneve të bukura që përcolli te publiku, i dhuroi këngëtares një kujtim që do ta mbaj mend gjatë. Fermerët u përballen me sfida të reja ku treguan edhe një herë aftësitë e tyre fizike, duke i shtyrë ata në kufitë e mundësive. Alba Pollozhani, kryefermerja e kësaj jave, sipas një formule të paracaktuar nga Agai, pati mundësinë e zgjedhjes së sfidantëve që më pas do të çonin në një sfidë kokë më kokë. Gani unë, pse? Se nuk
nuk moj me duru... Nur ishte zgjedhura e para Albës, të cilës gjithashtu ju desh të zgjidhte një tjetër fermer për t'u bashkuar sfidës. Ganiu u bë sfidanti i dytë që do të përballej me të. Ky i fundit duhet të thoshte po ashtu një emër, atë të Big Bastës që u bë automatikisht pjesë e televotimit për t'u eliminuar javën e ardhshme. Jo me skejsit të Big Bastës, kështu që këto momente e zgjell Bastën. Gjatë sfidës pati tension dhe grind, pas një betejë disa minuta, Nur u shpall fituese, gjë që çoi në televotim humbësin e kësaj sfide Ganiun së bashku me Big Bastën. Por rrethit e emrave të nominuarve ju bashkuan edhe 3 fermerë të tjerë. Ishte Lim Hoti, ai që gjatë këtyre ditëve ka rrëmbyer simpatinë e publikut, duke u zgjedhur kështu fermeri më i votuar. Fermeri i përzgjedhur nga publiku është Limi. Si zgjedhuri i publikut pati një avantazh në lojë. Një qyp magjik e vuri fermerin mes 2 zgjedhjesh. Brenda në qyp gjendeshin 2 papiruse, ku njëri në bazë të një avantazhi e kaloi automatikisht kryefermer të ri, ndërsa tjetri e bëri të shtonte 3 emra të tjerë për t'i kaluar në televotim për eliminim ditën e hënë. Limi duket se ka nisur lojën e tij ndaj një zgjedhje strategjike, çoi në televotim 3 djemtë të tjerë, Erandin, Andrean dhe Yllin. Do zgjedh Erandin. Zgjedhjet e Limit nuk mbaruan këtu. Elinara u bashkua me kryefermerin për të kaluar ditët së bashku në shtëpinë e njëjshit. Elinaren. Në ritmet e bukura të muzikës dhe energjisë pozitive, u mbyll edhe kjo mbrëmje, ndërsa 24 orë në 7 ditë të javës, Ferma VIP vjen për publiku në 2 kanale të dedikuara të platformës String, si dhe në përmbledhje ditore në ekranin e Vision Plus. Pas politikës dhe letërsis, Ben Blushi ka prezentuar një tjetër pasion, fotografina. I ka sjellë në një ekspozit të portretet të njerëzve të thjerë që sipas tij shkrimtarët rrëfejnë jetën atyre që shpesh janë jashtë vëmendjes. Shqiptar të panjohur, një ekspozit që nxjerr në dritë portretet të heshtura të një kombi që jo gjithmonë ka patur mundësinë të njohë veten, vjen nga artisti Ben Blushi në hallin e kryeministrisë. E vendosur si një rrëfim i munguar i historisë së njerëzve të zakonshëm, ekspozita shpalos fytyrat, emrat dhe jetët e atyre shqiptarëve që nuk u shkruan kurrë në libra. Janë burra e gra, të rinj të moshuar, qytetarë të thjeshtë, por me histori të jashtëzakonshme, të cilat rrjedha politike, sociale apo thjesht harresa i lanë jashtë vëmendjes. Në Shqipëri gjen shumë njerëz si këta që un kam fotografuar. Duke bërë portretet e tyre ose mënyrën se si ata lëvizin, si jetonin, unë mësova të fotografoj praktikisht. Pra këta janë si thosh mësuesit e mi në një kuptim. Kisha një detyrim për të sjellë në një ekspozit gjithë bashkë. Unë kam mira foto, po 42 prej tyre. Edhe besoj që njerëzit kanë pëlqyer, sepse shohin një lloj Shqipërie që nuk e shef çdo ditë në televizorët e Shqipërisë. Janë njerëz spanjor, modest në punën e tyre, nuk shqetësojnë asnjërin, nuk japin mend askujt. Jetojnë normalisht edhe fakte janë Shqipëria. Me një sy që përzihen shkrimtarin me fotografin, Ben Blushi ka arritur të ndërtojë një narrativ që rrëfen pa fjalë përmes syve të atyre që ndoshta nuk folën kurrë. Fotografitë dhe tregimet e tyre nuk janë as muzeale, as larg realitetit ton, por përkundrazi, janë pasqyrë gjallë e kthjellë dhe ndonjëherë e dhimbshme. Unë nuk jam fotograf, unë jam njëri kurioz, që eci nëpër rrugë edhe jam kurioz për të parë edhe për të njohur njerëz të panjohur. Edhe ai që fotografon me një aparat në dorë, një gjam pak e një qytetari që del në një pyll edhe kërkon prenë e vetë. Edhe unë kërkoj subjekte që më pëlqejnë, njerëz interesant, burra, gra, fëmijë apo turma njerëzish në disa raste. Shumica e tyre është një histori në vete. Pra unë mund të tregoj një histori për secilin prej tyre, sepse momentin që ti e fotografon dikë krijon një marrëdhënie. Kjo ekspozit nuk është thjesht një ftesë për të parë fotografitë e shkrepura në optikën e Blushit. Është një katarsis shpirtëror që e përfton çdo kush që bëhet pjesë e saj. Aty ku do të mund të gjeni fytyrën e çdo shqiptari brenda dhe jashtë kufive. Zonja dhe zotrin, kjo ishte gjithçka përgatitur për edicionin qendror të lajmeve. Bashkë ndajmë këtu, mirupafshim.